Një histori që fillon me një akt njerëzor. Në qytetin e vogël bregdetar të Velës, ku era sillte aromën e kripës dhe zhurma e dallgëve përzije me thirrjet e shitësve ambulant, jetonte një burr që shumë e quanin një rregull të ilagjes. Quhej Ardit Kodra, 36 vjeç, babai i vetëm i një vajze 6 vjeçare, Elas. Gruaja e tij, Liridona, e kishte braktisur vetëm 3 ditë pas lindjes së vajzës, duke lënë një letër të ftohtë mbi tavolinë dhe një plagë që s'kishte shërim. Që atëherë, Arditi kishte vetëm 2 dashuri të mëdha në jetë, punën e tij dhe Elën. Punonte si menaxher logjistik në një kompani ndërtimi, punë që nuk i ofronte luks, por i siguronte stabilitet. Çdo mëngjes zgjohej herët, përgatiste mëngjesin e vajzës, e çonte në shkollë. E pastaj nisej me vrap drejt punës me një buzëqeshje që shpesh i fshihte lodhjen. Dhe pikërisht në një nga ato mëngjese, filloi gjithçka. Mëngjesi që ndryshoi gjithçka. Ishte e hënë. Qielli i zymt paralajmëronte shi, por Arditi ecte shpejt drejt stacionit të autobusit. Ele si kishte premtuar se do të shkonte në park pas dite. Babi, mos haro, sot jam e para në konkursin e vizatimit. I kishte thënë ajo duke i kapur fytyrën me duart e vogla. Si mund ta harroj? Do jem aty para të gjithëve. Kishte premtuar ai, por jeta, si gjithmonë, kishte plane të tjera. Teksa Arditi po priste autobusin, vuri re një grua që qëndronte pak më tej, duke mbajtur barkun me dorë. Fytyra i ishte zverdhur dhe frymëmarrja i dukej e vështirë. Askush nuk i kushtonte vëmendje. Qyteti kalonte përmes saj si të ishte ajër. Arditi e pa për disa sekonda. Diçka te mënyra si mbante duart e shqetësuara mbi bark e preku thellë. Nuk mund të largohej. U afrua. Zonjë, jeni mirë. Gruaja ngriti syt. Ishin të lagur, të mbushur me frikë. M'fal, nuk e di, më duket se kam kontraksione. S'kam asnjë njeri këtu. Jam vetëm. Ajo ishte e huaj, ndoshta nga një qytet më i largët. Mund t'i ketë ikur autobusi. Mund të mos ketë njeri për ta ndihmuar. Arditi spyeti gjatë. Hajde, mbështetu tek unë. Do të çoj në spital. Gruaja u mbështet mbi supin e tij. Ishte e lehtë, e brisht, dhe çdo hap i saj dukej sikur i kushtonte një jetë. Autobusi i tij erdhi, njësoj si çdo ditë, me zhurmën e tij të zakonshme. Ai e pa duke ndaluar, pastaj përsëri gruan që po rrëzohej drejt trotuarit. Në një çast vendimi, Arditi hoqi dorën nga çanta e punës dhe vendosi mbi shpinën e saj. Puna pret, njeriu jo. Dhe e çoi vajzën e panjohur drejt urgjencës. Spitali, e panjohura dhe një sekret. Në spital, infermierët vrapuan me një herë. Pas vetëm pak minutash, gruan e qua me karrocë drejt sallës së vlerësimit. Një prej mjekeve u kthye nga Arditi. A jeni familjar me të? Jo, e gjeta në rrugë. Ajo kishte kontraksione. Mirë keni bërë që e sollët. Mund t'i keni shpëtuar jetën. Fjalët i ngrohën zemrën, por njëkohësisht e shqetësuan. Ishte me vonesë në punë. Shumë me vonesë. Nxori telefonin. 12 thirrje të humbura nga shefi, Agroni. 12. Në stomak ju krijua një qarje e ftohtë. Agroni nuk i toleronte kur vonesat. Pikërisht atë moment, dera e dhomës u hap dhe gruaja që kishte sjell në spital u shfaq. E mbështjell me qarqaf në bark. Ishte më e qetë. Faleminderit, jam Amina, i tha ajo me zë të dobët. Po ta kishe lënë aty, fëmia im ndoshta s'do do humbte. Arditi buzëqeshi lehtë. Kryesorja është që je mirë. S'ke pse ta bëje, s'më njeh fare. Njerëzit s'duhet i njohësh për t'i ndihmuar. Amina i mbajti syt tek ai për një kohë të gjatë, sikur kërkonte të memorizonte fytyrën e një njeriu të rrallë. Thirrja që e rrëzoi. Teksa po largohej nga spitali me nxitim, telefoni i bie. Agroni. Arditi merr frymë thellë dhe hap telefonin. Alo, shef. Ku je? Janë 2 orë që ka nisur dita e punës. A mendon se kompania është qerë dhe fëmijësh? Më falni. Ndihmova një grua shtatzën. Ajo po humbiste ndjenjat. Nuk më intereson. Të kam thënë qartë. Nëse vonohesh edhe një herë, largohemi nga ti. Por kjo ishte emergjencë. Ardit, merre fëmijën tënd dhe gjej një punë tjetër. Ke mbaruar me ne. Telefonata u mbyll. Ftohtësi. Heshtje. Për disa sekonda, Arditi nuk mundi të lëvizte. Njerëzit kalonin, makina fishkëllenin, por brenda tij gjithçka ishte shuar. Humbi punën. Për një akt njerëzor. Për një jetë të shpëtuar. Sytë ju mjegulluan jo nga pendesa, por nga frika, si do e paguante qiran.
si do i siguronte ushqim Eles, si do i blinte rrobat e dimrit. Humba gjithçka në një ditë për dikë që as e njoh, tha me zë të dridhur, por brenda tij një zë i vogël, po thua i mekur, thoshte: "E bëre gjën e drejtë." Reagimi i Eles, vajzës që kupton gjithçka. Kur shkoi ta merrte Elën nga shkolla, ajo vrapoi drejti me vizatimin e saj në dorë. "Babi, u bëra e para a." Arditi u përpoq të buzëqeshte. "Jam krenar për ty, zemër. Pse je kaq i trisht?" Ai u përkul, e mori në krah dhe mbështeti në gjoks. "Ndonjëherë të ndodhin gjëra të vështira, por unë jam këtu, gjithmonë." Ela i vuri dorën mbi faqe. "Babi, ti je njeriu më i mirë në botë. Edhe nëse ndodhin gjëra të këqija, ti prap mbetesh i mirë." Arditi s'mundi të mbante lotët. Loti një burri s'është dobësi, është peshë jetës. Ç'ndodh kur bamirësia kthehet në dënim? Ditën tjetër, Arditi shkoi në punë për të kërkuar një shans të dytë, por te dera e kompanisë e priste roja. "Ardit, më vjen keq. Shefi tha që s'ke më hyrje këtu." Punëtorët e tjerë po e shikonin nga larg. Disa mbanin kokën ulur, disa të tjerë përshpëritnin, por askush nuk foli, derisa u afrua një burr rreth të 50-tave që punonte në magazin. Ardit e mora vesh çfarë ndodhi. "Dëgjoj, ti bëre gjën e drejtë. Po ata janë të pamëshirshëm. Ti mësoj shumë prej teje. Do gjesh diçka më të mirë." Arditi shtrëngoi dorën e tij. "Më vjen keq që duhet të largohem kështu." "Mos u dorëzo," i tha burri, dhe Arditi u largua me syt nga toka, por pikërisht kur po kthehej për të fundit herë kokën drejt kompanisë, pa diçka që se priste. Amina ishte aty, në trotuar duke e pritur. Ajo që i thot Amina i ndryshon gjithçka. Ajo i doli përpara me hap të ngadalt, duke mbajtur me dorë barkun. "Më thanë se të pushuan për shkakun tim." Arditi u përpoq të buzëqeshte. "Nuk të fajsoj. Unë po. Amina, të lutem. Po të mos ishe ti, unë ndoshta nuk do isha këtu sot, as fëmia im. Dhe nuk mund të rije të shoh ndërsa ti humbet gjithçka." Ajo hapi çantën dhe nxori 2 letra. Në njërën është një plan pune që kam për të hapur një qendër të vogël ndihme për nënat e vetme. Kam nevojë për dikë si ti, një njeri i ndershëm. Nuk kam shumë, por mund të paguaj pak, derisa gjërat e ecin. Arditi mbeti i shtangur. "Unë nuk e di ç'të them. Ai shefi yt nuk e meriton njeriun që je," i tha ajo. "Ti je njeriu që duhet të jenë të gjithë." Dhe shikoi drejt në sy me një mirënjohje që nuk mund të fshihej. Qendra që donte të hapte Amina ishte vetëm një ndërtesë e vjetër, e zbrazur, me mure të plasaritura dhe dritare të mbuluara me letër. Por kur ajo e çoi Arditin atje, syt I shkëlqenin sikur po I tregonte një pallat. "Këtu dua të krijoj një vend ku nënat e vetme të mos ndihen të braktisura," I tha me zë të butë. "Dua të jetë një streh për gratë që nuk kanë askënd." Arditi vështroi rreth e rrotull, duke kaluar dorën mbi një tavolinë të vjetër të hedhur në qoshe. "Çfarë pune do bëj unë këtu? Çdo gjë që di të bësh. Ke punuar në organizim, menaxhim, ke dorë të mirë me njerëzit. Dua që të më ndihmosh ta ndërtojmë këtë vend nga e para." Arditi u ul mbi një stol të prishur dhe fryu lehtë. "Këtë nuk e kam pritur ndonjëherë." Amina e pa me një lloj dhimbjeje në sy. "Shpesh gjërat e papritura na shpëtojnë jetën," I tha. "Edhe ti shpëtove timen." Të dy heshtën për pak. Një qetësi e çuditshme e mbushi ambientin. "Kur të filloj?" pyeti Arditi më në fund. "Sot," tha ajo duke buzëqeshur. "Duhet të rinovojmë ambientin, të kërkojmë financime, të gjejmë gratë që kanë nevojë. Por e para pastrojmë këtë vend që duket si është braktisur prej 20 vitesh." Arditi qeshi. "Do filloj me dritaret. Unë me dokumentet," tha Amina. Dhe kështu filloi një kapitull I ri. Lidhja që rritet pa u vënë re. Orët kaluan. Ata punuan krah për krah, duke fshirë pluhur, duke hapur dritare, duke larguar mobiljet e vjetra. Amina lëvizte me kujdes për shkak të barkut, por syt nuk I shkuleshin nga detajet. "Ti I sheh të gjitha," I tha Arditi ndërsa ajo ndreshte një raft të shtrembër. "Edhe gjërat që të tjerët nuk I vënë re. Kur je grua shtatzën dhe je vetëm mëson të shohësh gjithçka." U përgjigja ajo me një buzëqeshje të hidhur. Ai nuk e pyeti për të kaluarën. "Jo ende." Dhimbja që ajo mbante në sytë e saj I tregonte se historia s'ishte e lehtë. Diku nga drek kalimi, Arditi tira telefoni. Ishte Ela që fliste me entuziazëm. "Babi, apo vjen shpejt?"
Dua të tregoj diçka që kam bërë në shkollë. Arditi u kthye nga Amina dhe i bëri me shenjë se duhej të largohej pak. Po, zemër, vi pas pak. Do e mbyll punën këtu dhe... Amina i ndërpreu fjalin me një shenjë të dorës. Shko, Ela ka nevojë për ty më shumë se unë. Arditi ngeli pak i turpëruar. Po, nuk dua të lë punën për gjysmë. Unë s'po humbas, tha Amina. Vajza jote, nuk duhet ta humbas asnjëherë babin. Zëri i saj kishte një butësi që e goditi fort. Ajo nuk fliste si një grua rastësore. Fliste si një nën që e dinte çfarë do të thotë të humbasësh një prind ose të mos e kesh pranë. Ai u largua me një ndjesi mirënjohjeje që nuk e kishte provuar prej kohësh. Amina dhe sekreti. Pas largimit të Arditit, Amina qëndroi ulur në kandarin e një dritareje, duke mbështetur duart mbi bark. Lëkura e saj ishte e zbehtë dhe syt i mbusheshin me lotë të heshtur. Do të jesh mirë, përshpëriti duke prekur barkun. Do të jesh më mirë se unë. Një celular i vogël ra nga çanta e saj. E mori në dorë. E ndezi me hezitim. Ekrani u mbush me 10 mesazhe të papara. Amina, kthehu në shtëpi. Ke bërë një gabim të madh. Ai fëmijë është edhe i imi. Ti më përket mua. Do të gjej. Si e askum pa mua. Amina i mbylli syt me dhimbje. Zëri i saj u drodh. Jo, s'do të më gjesh më. E fik telefonin dhe e fshehu në çantë sikur të ishte një bombë. Ajo e dinte. E kaluara nuk kishte mbaruar me të, por për herë të parë kishte dik Arditin që i jepte pak shpresë. Kërcënimi i parë. Të nesërmen, ndërsa po fshinte xhamat, Arditi pa një makinë të zezë që u ndal përballë qendrës. Prej saj zbriti një burr i gjatë, me sy të errët dhe vështrim të ftohtë. U drejtua nga qendra, pa ngrënë sy për asnjë sekond. Arditit i hipi një ndjenje e çuditshme. Instinkt, paralajmërim. Burri trokiti me grusht në derë. Amina ngriti kokën, zbehu në qas dhe u dridh. Është ai. Ai kush, pyeti Arditi. Por para se ajo të përgjigjej, burri hyri brenda paleje. Amina, tha ai me një buzëqeshje të reme që fshihej prapa zemërimit. Shumë ke bërë rrugën, apo jo? Amina u tërhoq prapa. Largohu nga unë, Luan. Arditit ju drodhën duart. Zotëri, nuk keni të drejtë të futeni këtu kështu. Luan e pa me një vështrim të mprehtë. Kush je ti, o hero i lagjes? Ç'pun ke me gruan time? Unë s'jam, nisi Arditi. Amina bërtiti. S'jam gruaja jote. Më lër rehat. Luan qeshi me një mënyrë që t'i ngrinte gjakun. U largove natën si hajdute. Mori dhe fëmijën tim me vete. I drejtoi gishtin Arditit. Dhe ky këtu, ç'është? Njeriu me të cilin më tradhton. Arditi e ngriti zërin. Nuk ka asgjë të tillë. Ajo kishte nevojë për ndihmë, por Luan u afrua kërcënueshëm. Kujdes, burr. Nuk e di me kë ke të bësh. Ai e ngriti dorën sikur do të godiste Aminën. Arditi reagoi me njëherë. Ja kapi kyçin. Mos. Dhe për herë të parë Luan u habi. E pa Arditin me sy që digjnin. Mirë, tha duke larguar dorën. S'do të përfundoj këtu. Do të kthehem. I hodhi një vështrim të fundit grua së trembur, pastaj doli. Dera u mbyll me një zhurmë të rëndë. Amina ul në tokë dhe filloi të çante në heshtje. Arditi ra në gjunjë pranë saj. Ç'është ky njeri? Çfarë të ka bërë? Ajo mbuloi fytyrën me duar. Është babai i fëmijës dhe njeriu prej të cilit jam marratisur. E vërteta e Aminës. Për herë të parë, Amina i tregoi gjithçka. Luan nuk ishte i keq në fillim, nisi ajo. Unë u martova 23 vjeçe. Ai duke i sjellshëm i qeshur pastaj kur kaluan muajt filloi të tregonte veten. Kontrollonte gjithçka që bëja. Më ndalonte të punoja, më ndalonte të shkoja tek familja ime, të dilja me shoqe. Më thoshte se gjithë bota ishte kundër meje dhe vetëm ai më donte. Arditi dëgjonte në heshtje, me zemrën që i digjte. Kur mësova se isha shtatzën, gjërat u përkeqësuan. Ai kërkonte të kontrollonte edhe frymën time. Ish dërvjellët, i dhunshëm dhe më tha që nëse ndonjëherë do largohesha, do më gjente kudo. Ajo fshiu lotët. Një natë ai më goditi dhe thash mjaft. Ikja ishte e vetmja mënyrë për të shpëtuar fëmijën. Zëri i saj dridhej. Unë nuk jam një njeri i fortë, por për fëmijën tim bëhem gjithçka. Arditi uli kokën. E kam të qartë dhe nuk do e lejoj të dëmtoj. Amina ngriti syt.
Ishin të lodhur, por të ngrohtë. Pse po më ndihmon kaq shumë? Sepse askush nuk e meriton të roj me frikë, tha Arditi. Dhe ti më riktheve shpresën. Ndërkohë që unë se dija si do mbaja vajzën time. Ti më dhe një fillim të ri. Ajo e mbështeti dorën mbi dorën e tij. Po na futesh në një rrezik të madh. Jam mësuar me rreziqet, tha ai me një buzëqeshje të hidhur. Unë jam baba. Dhe ajo qeshi me slotësh. Agroni përgatit hakmarrjen. Ndërkohë te kompania e ndërtimit, Agroni, ish shefi i Arditit, po këqyrte disa dokumente kur roja i tha. Shef, ai punëtori që e larguam. Arditi ka hapur një lloj qendre së bashku me një grua. Agroni ngriti kokën. Qendër. Qendër ndihme për nënat e vetme. Agroni qeshi me përbuzje. Ah, më pas ka gjetur konkurent, apo jo, tha me ironi. Nuk ishte vetëm inati pse Arditi ishte larguar. Ishte e goja. Pa përgjegjshmëria e një burri që donte të tregonte se ai kishte fuqinë. James e kush e financon atë vend, tha ai. Dhe u mbyllim qendrën. Të mësojnë të mos bëjnë heroizma. Roja u largua i hutuar. Agroni ndezi një cigare dhe tha me vete. Në këtë qytet unë vendos kush jeton mirë dhe kush jo. Një darkë e thjeshtë që ndryshon shumë. Në mbrëmje, Arditi dhe Ela shkuan tek Amina për t'i sjellë ushqim. Zemër, i tha Arditi Eles, Amina është mike e babit. Ka nevojë për ne. Ela hyri brenda e buzëqeshur. Tu ngjatjeta, Amina. Unë jam Ela. Amina u shkrin. O sa e bukur je. Babai yt flet shumë për ty. Të flet mirë apo shumë mirë, pyeti Ela me seriozitet fëminor. Amina qeshi. Vetëm mirë, shumë mirë. Ata hëngrën supë të ngrohtë, folën, qeshën. Për herë të parë, Amina duke e qetë. Ela e mbajti barkun e saj. Fëmia yt po flet tani, tha ajo me pafajsi. Amina ndjeu një dhimbje të ëmbël. Po fle sepse ndihet i sigurt. Në atë qast, Arditi e pa atë ndryshe. Jo thjesht si një grua që kishte ndihmuar, por si dik që po hynte ngadalë në jetën e tij. Kapitulli 14. Luan kthehet, Agroni afrohet, rreziku rritet. Ndërsa mbrëmja mbyllej me qetësi, dy burra përgatiteshin për stuhi. Luan me zemërim dhe xhelozi. Agron me krenarit të plagosur dhe dëshirë për hakmarrje. Dhe të dy kishin një objektiv të përbashkët. Arditin. Ai nuk e dinte ende se çfarë do vinte. Por fati i tij, i Eles dhe i Aminës sapo kishte hyrë në rrugën më të rrezikshme. Luan fillon kërkimin. Në një dhomë hoteli në periferi, Luan hapi laptopin dhe rishikoi kamerat e rrugëve. Postimet në rrjete sociale. Çdo informacion të vogël që mund ta lidhte me Aminën. Ai e njohu derën e qendrës nga një foto që një fqin kishte bërë dhe e kishte hedhur online. Dikush po hap një qendër të re për nënat në lagjen tonë. Aty u shfaq Amina, e lodhur me duar të mbështetura te barku. Luan ngriti vetullën. Kështu këtu je. Ai doli nga hoteli, u fut në makinë dhe fiksoi adresën në GPS. Dhe buzëqeshi i ftohtë i tij fliste shumë. Agroni përgatit lojën e ndyrë. Në të njëjtën kohë, Agroni në zyrën e tij të shtrenjtë kishte hapur dosjet e qendrës. Një punonjës i tij i besueshëm i solli raportin. Qendra nuk ka ende licenca, shef. As leje për shërbime, as dokumente të plota të regjistrimit. Agroni qeshi. Perfekt. Kjo do të thotë se mund ta mbyllim sa hap e mbyll syt. Po si t'ia bëjmë? Ata duken të pafajshëm. Pafajësia, tha Agroni me një zë të errët, është arma e dobët e njerëzve të varfër. Pastaj shtoi. Bëj një ankesë zyrtare te komuna. Tregoju se qendra rrezikon jetën e nënave. Bëj fotografi, trillime, ç'të duhet. Vetëm që dua Arditin të zhduket nga qyteti. Punonjësi u largua. Agroni ndezi një cigare dhe pa dritaren. Arditi do kuptoj se me mua nuk luhet. Një mëngjes që nis bukur. Arditi e mori Elën me vete për në qendër. Vajza e vogël mbante një vizatim që kishte bërë në shtëpi. Mendoj se Amina do gëzohet, tha ajo duke kërcyer në trotuar. Kur arritën, Amina ishte ulur në një karrige dhe po hapte disa dosje. E ke sjell yllin tënd, tha ajo duke hapur krahët. Ela ju hodh në qafë. Kam bërë një vizatim për ty. Amina hapi letrën. Ishte një vizatim i një shtëpie të madhe, 3 njerëz dhe një foshnjë në mes. Nën vizatim shkruhej: familja që ndihmon njëra tjetrën. Amina e mbajti frymën. Kjo është e bukur. Ela u ul në prehrin e saj.
Do jemi të sigurt këtu, pyeti me pafajsi fëmije. Amina dhe Arditi shkëmbyen shikime. Po, tha Amina duke I ledhatuar flokët. Të gjithë do jemi të sigurt. Por ndërsa ajo e thoshte këtë, një ankth I ftohtë I rrinte poshtë kurrizit. Ajo e ndjente. Diçka po vinte. Në ora 11:00, 3 inspektor komunal mbërritën tek qendra. Të gjithë të veshur me këmisha të hekurosura dhe dosje në dorë. Arditi u çudi. Çfarë ka ndodhur? Kontroll rutin, tha njëri me ton të thadh. Arditi e kuptoi menjëherë. Ishte shumë herët për kontroll. Amina ngriti vetullën me lodhje. Inspektorët kontrolluan çdo qoshe, çdo raft, çdo dokument, çdo gjë që mund t'i kapni. Pas gati një ore, njëri prej tyre tha: "Na vjen keq, por qendra juaj nuk plotëson kriteret minimale për hapje." Amina u zbe. Si? Unë kam dorëzuar. Nuk ka rëndësi. Deri në njoftim të dytë, ju duhet ta mbyllni aktivitetin. Arditi u drejtua mbrapa tyre. Kush bëri ankesën? Inspektori ngriti supet. Anonime. Amina preku barkun dhe sytë ju mbushën me lot. Inspektori I fundit u kthye dhe shtoi. Kjo është çështje serioze. Atyre nuk u duhej të thoshin më shumë. Ishte një goditje e qëllimshme. Dhe Arditi e kuptoi se kush fshihej pas saj. Agroni, përshpëriti ai. Arditi shkoi në kompaninë e ndërtimit pa e njoftuar. Hyri brenda, hapi derën e Agronit me forcë. Kjo është vepër e jote. Agroni ngriti syt me një buzëqeshje të ftohtë. Ç'është vepër ime? Unë s'kam bërë asgjë. Vetëm kam njoftuar autoritetet që një qendër e paligjshme po rrezikon qytetarët. Ti po na shkatëron jetën. Agroni u ngrit nga karrigia, u afrua dhe I tha me një zë që të ngrinte qimet. Ti po e shkatëron vetë jetën tënde. S'duhet të kishe bërë heroin. Nuk duhet të më kishe kundërshtuar. Tani paguan. Ti je I poshtër. Agroni qeshi. Dhe ti je I papërfillshëm. Vetëm një punëtor I zakonshëm. Një baba I dështuar që kërkon të luaj shpëtimtar. Lëri dramat. Dhe lëri gratë 7 zëna. Në atë çast Arditi nuk duroi më. Ai e shtyu me forcë. Mos e përmend Amina më me gojë. Roja ndërhyri duke I ndarë. Agroni thirri ndërsa Arditi dilte. Ky është vetëm fillimi. Të premtoj që do pendohesh. Arditi u largua I mbushur me zemërim. Ai e dinte, kjo nuk ishte më thjesht një grindje. Ishte luftë. Amina po mbyllte dritaret kur pa të njëjtën makinë të zezë që ndaloi në të njëjtin vend ku kishte parë dje Arditi. Ajo ngriti dorën mbi gojë. Jo. Luani zbriti nga makina, I veshur me xhaketë lëkure, me hap të rënd. Ai përparoi drejt derës. Të gjeta, Amina. Ajo mori frym me zor. Luan, të lutem mos më afro. Ai e çmendur. Ke ikur nga shtëpia ime si hajdute. Po më turpëron. Të turpëron fakti që jam larguar nga një njeri që më dhunonte. Ai ngriti dorën. Mos e përmend këtë përsëri. Në atë moment dera u hap. Ela qëndronte pas Aminës duke e parë me frikë Luanin. Babi I foshnjës, pyeti vajza me pafajsi. Amina u drodh. Luan pa Elën, pastaj Amina. Pra jeton me fëmijët e burrave të tjerë tani? Amina lëvizi prapa. Luan, largoju. Ai u afrua më shumë. Nuk largohem pa ty. Pa fëmijën tim. Amina lëvizi dorën mbi bark. Ky nuk është fëmia yt. Luan u ngrir. E farthe. Amina mori frym thellë. Ky fëmijë nuk është joti, Luan. Luani u shtang. Sytë ju errësuan. U afrua me një qetësi të frikshme. Po ta them vetëm një herë. Mos më gënje. Të betohem se. Në atë moment, Arditi mbërriti. Aman, largohu prej saj. Dhe kështu përballeshin për herë të parë. Dy burra të rrezikshëm për njeriun e tyre të dashur. Luani ngriti syt drejt Arditit. Ah, ky është ai, baba I fëmijës. Po I duket vetja shpëtimtar. Arditi nuk u tërhoq. Largoju. Luani qeshi me përbuzje. Çfarë do bësh? Do më godasësh para fëmijës sate? Amina bërtiti. Mjaft. Luan dëgjo mirë. Ky fëmijë nuk është I yti sepse unë. Ajo preku barkun. Jam 7 muaj 7 zën dhe kemi 10 muaj që jemi ndarë. Luan ngriti duart. Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Amina uli syt. Ishte ginekologjia që më tha fëmia nuk është nga ti. Luani u shtang.
duke I sikur dikush ja kishte hequr tokën nën këmbë. Po si, pse nuk më the? Sepse ti do më kishe vrar. Aty Luan pushoi. Fryma ju bë më e rëndë. Sytë ju mbushën me mlef dhe turp. Ai u kthye ngadalë, u fut në makinë dhe u largua pa thënë asnjë fjalë. Amina ul në tokë, duke qarë me zë të mbytur. Arditi e mbajti në krah. Je e sigur tani, I përshpëriti. Por Amina tunte kokën. Jo, s'ka mbaruar. Luan nuk dorëzohet aq lehtë. Dhe ajo kishte të drejtë, sepse largimi I tij nuk ishte fundi. Ishte vetëm fillimi I një humnere tjetër. Amina qëndroi te shtëpia e Arditit atë natë, sepse frika ishte shumë e madhe për të fjetur vetëm. Ela ul pranë saj në divan. Amina, mos ki frikë. Babi të mbron. Amina u përkul dhe e puthi në ballë. Faleminderit, zemër. Arditi u ul pranë tyre. Duhet të flasim, tha ai. Amina mbante një filxhan çaji në duart I dridheshin. E di, tha ajo. E di që po të fus në telashe. Nuk të kam ndihmuar sepse dua të shpëtoj, tha Arditi. Të kam ndihmuar sepse je njeri, sepse meriton një jetë të re. Dhe unë jam këtu pa kushte. Amina uli sy. Ke një zemër që se gjen më sot. Ai që e shilet. Thjesht jam baba. Dhe ndonjëherë baballarët janë më të fortë se mendojnë. Amina u mbështet në supin e tij, por ndërsa Arditi mendonte se nata do të përfundonte me qetësi, telefoni ra. Ishte një mesazh anonim. E di ku jetoni. Nuk e shpëton dot. Arditi ngriti syt. Amina u dridh. Është ai, pyeti ajo. Po, tha Arditi. Dhe të dy e kuptuan. Luan nuk ishte larguar. Po afrohej. Gjërat u bën akoma më të errëta. Në një lokal Agroni pa një burr të ulur vetëm, Luanin. Ai shkoi pranë tij. Ti e burri që po kërkon një grua shtatzën, apo jo? Luan ngriti syt. Çfarë do ti? Arditi të ka marrë gjithçka, tha Agroni duke buzë qeshur. Çdo gjë që ke humbur, ai e ka. Luani mbështeti bërylin mbi tavolinë. Vazhdo. Të dy duam të njëjtën gjë, tha Agroni, që Arditi të zhduket nga jeta jon. Luan u mbush me urrejtje. Unë dua Aminën dhe fëmijën tim. Agroni qeshi me ironi. Po fëmia nuk qen ka yti. Luani ngriti gotën dhe rrëzoi me inat. Nuk më intereson çfarë thot ajo. Ajo më përket mua. Agroni e vështroi me kujdes. Mes nesh mund të arrim shumë. Ti merr Aminën. Unë shkatërroj Arditin. Dy duar u shtrënguan me urrejtje të përbashkët. Dhe kështu filloi bashkëpunimi më I rrezikshëm I jetës së Arditit. Një javë më pas, Amina filloi të kishte dhimbje të lehta. Arditi e çoi te mjeka. Mund të jetë stresi, tha mjekja. Duhet qetësi totale. Amina po qante gjatë natës. Kam frikë se mos ndodh diçka para kohe. Arditi e mori dorën e saj. Unë jam këtu. Ela është këtu. Nuk je vetëm. Ajo ngriti syt. Ardit, kur të vi fëmia, unë dua të jesh pranë meje. Ai u shtang. Unë. Ti, tha ajo me zë të ngrohtë. Je personi më I sigurt që kam njohur. Një fije drite hyri mes tyre. Dhe pikërisht atë natë, Arditi e kuptoi se ndjenjat e tij për Aminën nuk ishin më thjesht dëmshuri, por diçka shumë më fort. Të dy burrat u ulën në makinë përballë qendrës sonte natë. Agroni ndezi një cigare. Nesër vjen vendimi I komunës. Qendra mbyllet. Luan shtrëngoi dhëmbët. Amina do të jetë e imja pas kësaj. Do s'duroj më. Agroni uli xhamin. Arditi do të thëras policin. Dhe nëse vjen policia, do ketë probleme për ty. Luan e pa drejt. E kam një plan. Dhe Arditi nuk del dot gjallë prej tij. Agroni e shikoi I habitur. Nuk po flasim më për presione ose mbyllje biznesi. Po flas për atë që meriton, tha Luan me sy të errët. Agroni nuk foli. Ai nuk e kishte menduar deri atje. Por u tërhoq. Bëj si të duash, tha më në fund. Vetëm largoje nga jeta ime. Luani ndezi motorin. Po fillon. Në shtëpinë e Arditit, Amina flinte më në fund. Ela ishte strehuar pranë saj. Arditi rrinte zgjuar, duke parë nga dritarja. Ai kishte një ndjesi të çuditshme në stomak, një frikë që nuk e kuptonte, por e ndjente. Dhe saktësisht në orën 02:14 një hije kaloi pranë portës. Arditi doli me kujdes. Një shishe qelçi u theu në trotuar. Dhe një zë u dëgjua nga errësira. Del jashtë, burr.
Është koha të flasim. Ishte zëri i Luanit. Arditi mori frymë thellë. Nuk mund të shmangej më. Nata që solli dy lindje. Një familje dhe një luftë. Shiu binte rënd, i ftohtë me vrull, sikur qielli po paralajmëronte se diçka po vinte. Arditi mbante duart në timon, duke ngar makinën me shpejtësi drejt maternitetit. Në sediljen e pasme, Amina lëngonte mes dhimbjeve të lindjes. Ardit mos ndalo, nuk e mbaj dot fëmia po vjen. I thoshte ajo me zë të coptuar. Ela ishte ulur në krah të saj, e zbehur, por e fort për moshën që kishte. Mami Amina, merr frymë si më mësove. I thoshte duke i mbajtur dorën me forcë. Amina e shihte me sy të përlotur. Je engjëlli im i vogël, oh Zot, po vjen, Ardit, po vjen. Arditi e shtrëngoi timonin. Vetëm pak, edhe pak po mbërrim. Por ndërsa i ktheu në rrugën kryesore, një fener i fortë, verbues, goditi xhamin e përparm. Një makinë e zezë, me motor të ndezur, dhe para saj po qëndronte Luan. Arditi u ngurtësua. Jo tani, përshpëriti. Amina bërtiti nga sedilja. Mos ndalo, Ardit. Shko. Por Arditi e dinte. Nëse kalonte pranë atij burri me shpejtësi, Luan ishte tipi që do hidhte veten para makinës vetëm që të bllokonte gjithçka. Ai u ndal. Fenerët e makinës së Luanit vazhduan ta godisnin si thik. Ela filloi të dridhej. Babi, kam frikë. Amina e mori në krah dhe tha me zdhimbjes. Mos ki frikë, e dashur, jemi bashk. Luan zbriti ngadal nga makina, duke shkelur në pellgje me qetësinë e një njeriu që ndjente se kishte fituar. E hapi derën e Arditit dhe tha me zë të ulët, të ftohtë. A do të më prezantosh me fëmijën tim, apo do ta mbaj unë në duar kur të lind? Amina bërtiti. Largohu, të lutem, mos e prek fëmijën. Luan qeshi. S'ke ku shkon më, Amina. Mbaroi ikja jote. Ai u kthye nga Arditi. Dhe ti e tepruat me heroizmat. Arditi doli nga makina. Është pasi unë bëj atë që duhet, jo atë që dua, tha me durim. Amina ka frikë prej teje. Dhe ka arsye. Luan u afrua, ball për ball me të. Po të them diçka, Ardit, burrat nuk i rrisin fëmijët e të tjerëve. Ata luftojnë për të vetët. Arditi nuk u tërhoq. Po unë do luftoj që ky fëmijë të rritet pa frikën tënde. Dhe atëherë Luan ngriti grushtin. Arditi u përgatit, por një brit me thellë e Aminës si ndërpreu të dy. Ujët për këplasur. Shuplakat e shiut, drita e fortë e makinës, dhimbja e lindjes, gjithçka u bë një rrotullim i çmendur. Luan u step. Amina filloi të dridhej e të lëngonte, duke marrë frymë me vështirësi. Po lind tani. Ela filloi të qante. Babi ndihmoje. Babi, të lutem. Arditi shkoi t'ia hapte derën Aminës. Por Luan e kapi nga krahu. Ajo vjen me mua. Arditi e shtyu. Do e çoj në spital. Qohu. Luan u ndez. Nuk e çon të fëmijën tim taka askuj. Dhe për herë të parë, Arditi bëri atë që nuk e kishte bërë asnjëherë në jetën e tij. E goditi. Me gjithë forcën. Goditja e rrëzoi Luanin mbi pellg. Arditi hapi derën, mori Aminën në krah dhe i bërtiti Eles. Gjërua ambulancën. Shpejt. Ela mori telefonin. Duart i dridheshin. Amina tha me zdhimbjes. Mos më ler, mos Jam këtu. Jam me ty. Asnjë njerëz të prek. I tha Arditi me ton që s'kishte asnjë dridhje. Luan u ngrit përsëri. Por këtë herë një sirene fort policie u dëgjua. Një makinë policie ndaloi në vend. Dy oficerë dolën me armë të ngritura. Njëri bërtiti. Dorëzohuni. Të dy. Largohuni nga gruaja. Por Arditi ngriti duar duke mbajtur Aminën. Ajo po lind. Ndihmë. Policët vrapuan me njëherë drejt tij. Luan u përpoq të fliste, por oficeri i dytë i vuri hekurat. Kam një urdhër kufizimi kundër teje, Luan Haska. Ke shkelur rregullin dhe ke kërcënuar një grua shtatzën. Je i arrestuar. Amina e dëgjoi këtë me slotëve. Më në fund përshpëriti para se ta humbiste vetëdije nga dhimbja. Arditi bërtiti. Ndihmë. Po lind. Oficerët e morën me njëherë në patrull. Arditi mori Eles në dorë. Të dua shumë, babi, i përshpëriti vajza me zë të dridhur. Edhe unë, ylli im, dhe s'do të lejoj kur njeri të friksoj. Të dy hipën në makinë. Nata sa po kishte filluar të ndryshonte gjithçka.
Në dhomën e urgjencës, mjekët vraponin. 37 javëshe tensioni ullët, duhet ndërhyrje e menjëhershme. Arditi mbante dorën e Aminës, i zbritur në gjunjë. Amina më dëgjon. Jam këtu. Ajo mezi merrte frymë. Ardit, nëse më ndodh gjë, kujdesu për të lutem. Arditi i vendosi dorën në ballë. Nuk do të ndodhë asgjë. Më dëgjon. Asgjë. Amina qeshi pak, me zdhimbjes. Ti gjithmonë i thua gjërat me siguri, sikur është e vërtetë. Mjekja tha. Zotëri, duhet të dilni. Po hym në sallë. Ai e mbajti dorën e saj për sekondën e fundit. Do jem këtu kur të hapësh syt. Dhe lan brenda. Arditi qëndroi në korridor me duar që i dridheshin. Ela u ul pranë tij. Babi, Amina do jetoj, apo jo? Ai e tërhoqi vajzën në kraharor. Po, zemër, Amina është luftëtare. Por zëri i tij dridhej. 1 orë, 2 orë, 3. Dera nuk hapej. Derisa më në fund një mjek doli. Arditi ngriti kokën. Si është? Mjeku buzëqeshi lehtë. Të dy janë mirë. Arditi uli kokën dhe qau pa zë, i lehtësuar. A është djalë apo vajzë? Pyeti. Djalë, tha mjeku. Dhe është i shëndetshëm. Ela u hodh në krahët e Arditit. Babi, ne kemi një bebe. Mjeku vazhdoi. Por Amina ka humbur shumë gjak. Duhet të qëndroj disa ditë në vëzhgim. Arditi tha pa hezitim. Nuk largohem. Dera e dhomës u hap. Amina ishte zbet me flokët e shpërndar, por me buzëqeshjen më të bukur që Arditi kishte parë ndonjëherë. Në krah mbante një bebe të vogël, të mbështjell me batanije të bardhë. Arditi u afrua ngadalë. Amina i tha me zë të mekur. Eja takohu me djalin ton. Ai ngriti beben. Bebi hapi syt. Ishin të qetë, të butë, të ngrohtë. Arditi u thye. Loti rodhën në faqe. Mirë se erdhe në botë. Aron. Amina e pa e habitur. Aron. Po, tha Arditi. Emri që do jep të jeta ime dikujt që e kam pritur pa e ditur. Ela u afrua. A mund ta mbaj pak? Arditi qeshi në përlot. Po, zemër. Ela mori Aronin dhe tha. Do jem motra jote e madhe. Do të mbroj gjithmonë. Amina i pa të tre. Syri i saj u mbush me lot. Ajo përshpëriti. Nuk më duket e vërtet, t'ju kem. Arditi i mori dorën. Tani e pjesë e familjes son. Ndërsa Arditi përjeton të lumturin më të madhe të jetës së tij. Agroni përgatitej për goditjen e fundit. Në zyrën e tij, ai dha urdhrin. Dua prisni energjin, ujin, financimet. Dua qendra e tyre të mbyllet brenda javës. Arditi duhet të më vijë në gjunjë për punë. Asistentja e tij tha. Po zotëri, por kam një lajm. Qendra e tyre është futur në listën e financimeve të bashkisë. Skema për nënat e vetme i ka përfshirë. Dhe janë në mbrojtjen e shtetit tani. Agroni ngriti kokën. Çfarë? I keni humbur. Nuk mund t'i mbyllni më. Agroni shtangu. Ul ngadalë në karrige. Dhe e kuptoi. Loja kishte mbaruar. Kapitulli 22. Amina zgjohet me një familje. Kur Amina doli nga spitali pas një jave, Arditi e priste me një karrocë të re për Aronin. Një buqet lulesh. Një shikim që i thoshte gjithçka pa fjalë. Në shtëpi, Ela kishte bërë një vizatim ku shkruhej. Familja jon e re, babi, Ela, Amina dhe Aron. Amina e mori vizatimin me lot. Nuk e di nëse e meritoj këtë, përshpëriti. Arditi vendosi gishtin mbi buzë. Ti meriton më shumë se kaq. Kapitulli 23. Epilogu. 2 baballar, një nënë e fortë, një vajzë dhe një djalë. Kaluan 3 muaj. Qendra u hap zyrtarisht. 12 gra të para hyn për ndihmë. Amina ishte drejtore, Arditi koordinator. Ela mbante 2 fëmijë pas vetes dhe qeshte gjithë ditën. Aron rrite i shëndetshëm. Dhe Arditi çdo herë që i shihte bashk, e ndjente se jeta më në fund i kishte kërkuar falje. Në mbrëmjen e inaugurimit, Amina u afrua te Arditi dhe i tha: Nuk më shpëtove vetëm mua, shpëtove edhe fëmijën tim. Edhe Elen. Edhe veten tënde. Ai e përqafoi. Jo. Ne shpëtuam njëri tjetrin. Amina u mbështet në kraharorin e tij. Dhe për herë të parë, pa frikë, pa dhimbje, pa ikje. Ajo ishte shtëpi. Arditi i puthi ballin. Mirë se erdhe në jetën tonë, Amina. Dhe ajo tha: Mirë se më pritët. Ende një fillim i ri.